Ndonë se është shumë kohë e shkurt që diskutojmë për këtë ligj të rëndësishëm që ndikon drejt për së drejti në treg, ne do t'japim vështrimin tonë për asa kemi mund ta shohim ligjin. Prej që ka fillu rritja e çmimeve në Kosovë, ju si qeveri jeni arsyetuar se në mungesë të ligjit për çmime tavan, po rriten çmimet. Tani kur e keni sjell në kuvend këtë ligj, është mirë t'i drejtoni qytetarëve dhe t'i tregoni se a pritet të rënje e çmimeve tash kur po doni me kalu këtë ligj apo jo. Për shkak se arsyetimi juaj në vazhdimsi ka qenë që në Kosovë ka inflacion për shkak se s'ka ligj për çmimin tavan. Kështu që tani deni tregoni se si pritni ju me ul çmimet në treg, tani kur Kosova po pritet të bëhet me ligj për çmimet tavan. Për sa i përket asaj se çka presim na prej këtij ligji, sinqerisht mendoj që ju e keni përdorur këtë ligj vetëm për t'u kamufluar, për t'u fshehur pas mos veprimit tuaj për pengimin e inflacionit. Ky ligj, një ndër veprimet kryesore që i parasheh e ka dhe kufizimin e marzhës tregtare. Ne kemi po se sa efektiv ju keni qenë me parandalu rritjen e çmimeve duke vendos kufi mbi marzhën tregtare. E keni bo caktimin e marzhës tregtare për çmimin e naftës dhe kemi po që çmimi i naftës Kosovë ka mri në 2 euro. Pra kjo tregon se çka pritet ju me kontrollu çmimet e produkteve tjera me caktim të marzhës tregtare. Thjesht kur rriten çmimet e importit, kufizimi i marzhës tregtare nuk ka më rol për me lujt aty. Njëjtë është edhe për caktimin e çmimit maksimal të lejuar. Një problem tjetër që e ka ky ligj, shihet që ju e keni bë këtë ligj vetëm sa për ta bë, po nuk keni punu me kujdesin dhe rëndësinë që e kërkon ky ligj. Thoni që bordi do të intervenoj kur ka rritjet papritur dhe të pa arsyeshme të çmimeve në treg. Po kjo është shumë e gjonë, kjo është e rrezikshme. Kush është ai që ka me caktuar çka është rritje arsyeshme, çka është e pa arsyeshme? I keni lënë një bordi prej 5 vetëve me vendos se çka paraqet rritje të pa arsyeshme të çmimit. Domethënë një bord prej 5 vetëve me dalë mi tregu bizneseve se çka është çmimi i arsyeshëm, çka është i pa arsyeshëm. Pse nuk e keni sjell atë metodologji me fut në projekt ligj? Edhe me po deputetët se mbi çfarë baze ju pasni me vendos se çka është çmimi i arsyeshëm e çka është i pa arsyeshëm. Keni paraqit po ashtu një pikë tjetër të përgjithësuar ku thoni do të reagohet në treg kur ka dallime të theksuara në çmimet Kosovë me çmimeve të rajonit. Po me çka e matni, çka është e theksuar, çka është jo e theksuar. Pra e keni lënë diskrecion të plot një bordi cilin do ta emroni ju për me vendosë çka qenë ka çmimi i arsyeshëm Kosovë, çka jo. Kjo paraqet pa siguri të drejt për biznese që operojnë në Kosovë, për me intervenu qeveria në çmimet e tregut dhe me këtë nuk keni më mbrojt qytetarët sepse po e shohim shumë mirë sa po i mbroni me çmimet e naftës. Dhe po ashtu sa i përket bordit. Po thoni në vazhdimsi po e përmendni që është bordi i pavarur. Çfarë bordi i pavarur kur e propozon qeveria dhe kuvendi ka vetëm e miratu. Pra, një trup me njerëz të përzgjedhur nga qeveria ka me vendos se çka është çmimi i arsyeshëm Kosovë, çka nuk është çmimi i arsyeshëm dhe ka me pas drejtën me intervenu në treg. Mendoj që kjo as nuk ka me mbrojt qytetarin, as nuk ka me mujt mi ul çmimet, vetëm se ka me shaktu një pasiguri të madhe në tregun e Kosovës. Ky ligj nuk ka për synim mi ul çmimet, ky ligj ka për synim mi ofru kësaj qeverie një ndikim të drejt për drejt në tregun Kosovë dhe me këtë ka mu pengu funksionimi tregut lirë, ka me urrit pasiguria me funksionu në Kosovë, ndërsa qytetari ka me prit se çfarë justifikime tjera keni me gjetë kur të vazhdon kjo rritje e çmimeve. Faleminderit.